Si të përgatisim dardhë dhe ftua të pjekur në forë. Na duhet një lug mjalt, pak kanell dhe sheqer kaf. Dardhën e pastrojmë në dysh. I heqim mbushjen. Pastrojmë edhe ftuan dhe bëjmë gati për të mbushur me mjalt, kanell dhe sheqer. Marrim ftojnë dhe e mbushim me një lug çaj nga përzierja mjalt, kanell dhe sheqer kaf. Të dyja gjysmat e ftojit i bëjmë gati. Marrim gjithashtu dhe gjysmat e dardhës, i mbushim me nga një lug çaj, mjalt, kanell dhe sheqer kaf. I hedhim disa pika portokall sipër. Gjithashtu i shtojmë dhe pak lethi të grira. I vendosim në furrë për të pjekur me 250 gradë rreth 45 minuta. Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm.